Përshëndetje të nderuar shikues, nisi me njëherë po mburkohet edicioni qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, ndër të tjera do të ndiqni. Tjetër skandal me rimbursimin e ilaçeve, zbardhet skema e përfitimit dhe evazionit fiskal. Kryeministri Edi Rama kërcënon mediat, deklaron se kundër aksionit anti-informalitet janë ato media që vendosin gjoba. Në përballjen 3 orëshe me qeverinë për anti-informalitetin, biznesi akuzoi administratën për presion, Basha palëmëroi protesta. Ora News nis më sensibilizuese për qytetarët pas alarmit të OBSH-s për rrezikun nga mishi i kuq dhe ai i përpunuar. Tragjedia errore në Gadishullin Sinaj në Egjipt, bie avioni rus me 224 persona, asnjë mbijetuar, Rusia nesër në zi kombëtare. Zbulohet një tjetër skandal përfitimesh nga abuzimi me ilaçet e rimbursueshme. Policia e Tiranës ka ndaluar disa shtetas të përfshirë në këtë skem. Mes së shoqëruarve janë pronari një depoje farmaceutike, drejtues të kësaj depoje, disa farmacistë dhe zyrtar të fondit të kujdesit shëndetësor rajonal Tiranë. Prokuroria e Tiranës njoftoi se në krye të skemës së zbuluar së fundmi qëndron Nadir Çausholli, Omega Pharma. Sipas prokurorisë, kjo depo farmaceutike e ka ngritur skemën e abuzimit në bashkëpunim me disa farmaci në Tiranë, të cilat ekzekutonin receta fiktive, ndërsa nga këshyrja e faturave tatimore të sekuestruara pranë Omega Pharma Group vjet re se në këto fatura janë identifikuar disa fatura kesh me shitje minus. Në këtë skem, pronari depos farmaceutike ka bashkëpunuar me Fisnik Kolçakun, Valbona Krajan, Ariola Pipera, që të gjithë punonjës kompanisë Omega Pharma Group. Pjesë e skemës janë edhe farmacistët Ela Malaj, Marila Përnoci, Arbit Teqa, Arbër Thereska, Erind Hajdari dhe Ornela Plepi. Të përfshirë në abuzim janë edhe magazinjerje e fondit të sigurimeve Violeta Bejko dhe Tasim Toçi, i cili ka nënshkruar recetat në emër të sektorit të informacionit të statistikës. Vëmëzej me të tjera materiale. Në një takim të zgjeruar me përfaqësues të botës së biznesit dhe anëtar të kabinetit qeveritar të thirrur Enkas për të trajtuar problematikat e aksionit tatimor të nisur prej 2 muajsh, kryeministri Edi Rama ju adresua mediave me një fjalor të ashpër, duke i cilësuar gjobvënëse. Ky reagim vjen pas publikimeve të qëndrimeve kritike ndaj praktikave të qeverisë në këtë proces. Shefi i qeverisë dha përgjigje disa shqetësimeve që ngriti biznesi në këtë takim, duke dhënë shembuj konkret. Kryeministri Edi Rama lëshoi sot një prej deklaratave më të rënda në adresë të mediave në vend, por pa veçuar ndonjë prej tyre, kur në kuadër të aksionit kundër informalitetit, tha se ato janë rreshtuar kundër këtij aksioni për të mbrojtur informalitetin e bizneseve të tyre. Ne nuk e prekim president Vučić. Kam dëgjuar shumë që kanë dalë lart e poshtë me informacione të ashtu quajtura nga negociatat e brendshme me FMN-n. Dhe këto informacione i krijojnë dhe i shpërndajnë biznese që kanë dhe media, dhe që me sa shoh janë në dhimbjet e rilindjes, domethënë formalizimit. Pa llogaritur pastaj bizneset që kanë dhe media dhe që vënë gjoba. Gjoba që janë proporcionale me kërkesat e tyre të palishme. Po kjo është temë tjetër. Ne nuk do të rrisim taksa. E kemi thënë qartësisht. Por nëse do prekim një temë tjetër, është fakti si ka mundësi që një kryeministër është në dijeni të mediave gjobvënëse edhe se si ligjin nuk vepron karshi këtyre gjobvënjeve. Në një konferencë masive me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bizneseve dhe anëtarë të kabinetit të tij, kryeministri Edi Rama ju përgjigje edhe shqetësimeve, sepse aksioni po godet biznesin e vogël. Se jeni dhe interesant ju. Biznesmen ndëj që thoni ne mbrojmë vejlit. Kush i mbrojnë vejlit? Kush i mbrojnë vejlit? Ne duam të mbrojmë vejlit nga ju. Dhe të vejlit po u kapen për jush. Kështu që duke shkuar të vejlit, ne mbyllim kanalin e atij evazioni që burimin e 14. Shefi i qeverisë foli edhe për një reformim të thellë të asaj që quhet banda e tatimeve, ndërsa për biznesin kishte një sugjerim të thjeshtë, nëse nuk do që tatimorët t'i shoh me sy, siç thaj. S'keni farë ju, qofse ju s'doni të shikoni asnjë tatimor të dera, e keni ligj e keni zgjidhur. Thrisni kompaninë auditimit, jepini në dorë gjithë magazinën, bëni auditimin dhe ne na thoni shko atje. Kryeministri foli dhe për suksesin në rimbursimin e TVSH-s, madje ju drejtua të pranishmëve, për të dhënë shembuj korrupsioni në këtë drejtim, gjithnjë nëse kanë.
Le të çohet njëri këtu dhe të thotë që ka paguar një kokë legu për të marrë rimbursimin e TVSH-s jo në kohë, dhe për ta marrë rimbursimin e TVSH-s jashtë radhe. Nuk e merr dot njëri. Kryetari i qeverisë ju përgjigj ndër shqetësimeve për regjistrimin e bizneseve pranë QKR-s, kur sugjeroi këtë model regjistrimi të cilin, siç tha, mund ta kryej edhe një 4 vjeçar. Nuk ka nevojë fare të shkosh tek QKR-ja. Nuk ka nevojë fare të mbash radhë. Nuk ka nevojë fare të lodhesh me askënd. Hap telefonin, nëse e ke të zgjuar telefonin ose kompjuterin, nëse s'merr vesh as nga telefoni as nga kompjuteri, thuaj çunit, thuaj nipit, çdo nip mbi 4 vjeç ditë regjistrohet në QKR. Por ndërkohë kur Serbia ishte ngjitur me 9 vende në raportin e Bankës Botërore për klimën e biznesit dhe Shqipëria kishte rënë me 35 vende, kryeministri Edi Rama e mori Serbinë si shembull negativ për një tjetër aspekt. Shikoni Serbinë sot. Reforma që duhet bëjnë është të shkurtojnë 25% të rrogave, të shkurtojnë 15% pensioneve dhe të shkurtojnë 10 mijëra vende pune në korporata dhe kompani shtetërore që i kanë lënë rrugëve falimentuare. Dhe në fund, pas 2 muajsh nga nisja e aksionit anti-informalitet, duket se asgjë nuk e ndal të vazhdoj. Sot ishte dita që zgjatëshim ne pak, operacioni do vazhdoj intensivisht, tërheqje nuk ka, masat nuk zbuten. Biznesi dhe qeveria shqiptare për rreth 3 orë u ballafaquan në lidhje me problematikat e aksionit anti-informalitet 2 muaj nga nisja e tij. Përfaqësues të biznesit ngritën disa shqetësime në lidhje me masat represive, por edhe me abuzimet me fondet për regjistrimin e bujqësisë, ndjekin ballafaqimin e argumentave të dyja palëve. 2 muaj pas nisjes së aksionit anti-informalitet, bota e biznesit ngresi shqetësim serioz masat represive të ndërmarra nga qeveria. Për 3 orë me radhë, përfaqësues të qeverisë dhe sipërmarrës të ndryshëm diskutuan mbi efektet pozitive dhe negative të këtij operacioni. Kreu i dhomës së tregtisë fajsoi edhe administratën për nivelin e informalitetit. Se kujt deputeti apo deputet ish kryeministra i shërben futja në burge si marrësit privat për ndonjë nga shkelje parashikuara në ligjit miratuar apo propozuara. Kontrabanda, evazioni fiskal, informaliteti nuk realizohen vetëm në një palë. Besoj bëri një lapsus kur tha që se nuk e përballon dot formalizimin, tani kush i hyn një biznesi, besoj i hyn me mend në kokë. Formalizimi i sektorit të bujqësisë ishte një tjetër aspekt i këtij aksioni, për të cilin u ngritën disa probleme. Kreu i agrobiznesit shqiptar akuzoi administratën për abuzime me fondet për regjistrimin e bujqësisë. Një projekt për regjistrimin e kafshëve u harxhuan 7 milion euro, u regjistruan një herë, ikën këto 7 milion euro siç u filluan, kemi propozuar si zgjidhje për këtë kartën elektronike të fermerit. Në përgjigje të kësaj akuze, kreu i financave edhe njëherë përsëriti se të gjitha strukturat janë në dispozicion për të përmbyllur procesin e formalizimit të bujqësisë. Ne na kanë në mbështetje, kështu që ata të mos shqetësohen nga gjithë kjo çështje. Që prej nisjes së aksionit në datën 1 shtator, bizneset të ndryshme kanë ngritur si shqetësim shpërsimin e masave të ndërmarra për të formalizuar ekonominë dhe sjelljen e grupeve tatimore në terren. Përgjigjet e menjëhershme për të gjitha qëndrimet e tij ndaj biznesit, kryeministri Edi Rama mori nga kryetari i opozitës Lulzim Basha. Në një konferencë për mediat në Selim Blu, zoti Basha goditi ashpër masat ndëshkuese të qeverisë përmes aksionit të tatimorëve, duke argumentuar se paratë e shqiptarëve shkojnë në xhepat e klientëve të qeverisë përmes tenderave abuziv. Ai bëri thirrje për protesta me qëllim mbrojtjen e interesave të vendit. Në këtë panel Të dhënat e prezantuara nga kryeministri Edi Rama për luftën ndaj informalitetit kanë marrë përgjigjen e menjëhershme të kryetarit të Demokratëve Lulzim Basha në një dalje për mediat. Ai e shpresoi tonet ndaj qeverisë kur e cilësoi aksionin anti-informalitet përpjekje mafioze për të mbuluar vjedhjet. Një grusht i oligarkësh në naftë, në duhan, duke i rënë me kërbaç më të pamundurve, sepse në krye të kësaj piramide qëndron krye i korruptuari, hajduti me çizme. Më informalëve që ka njohur kohrat në Shqipëri, Edi Rama. Sipas kryetarit të Demokratëve, vetëm në 9 muajt e parë të vitit, buxheti të shtetit i mungojnë $233 milion në dogana dhe tatime. Muajin e hyxhymit kundër biznesit, kundër konsumatorëve, kundër pamundurve, doganat dhe tatimet kanë regjistruar një deficit
prej 35 milion dolarë. Parat e munguara në buxhetin e shtetit sipas liderit demokrat kanë shkuar për tendera korruptiv. Zoti Basha tha se kjo qeveri ka vendosur zgjedhjen qytetarëve, ndaj ai bëri thirrje për protesta. Ti e dita e qametit për shqiptarët, por nuk jemi pa shpresë. Mjafton ta kuptojmë që qametin e kemi në kryet qeverisë. E qohemi për ta larguar 1 orë e më parë. Por kur flet për protesta, synimi janë zgjedhjet e parakohshme, Lulzim Basha ka këtë përgjigje. Shqipëria po digjet. Dhe e vetmi që po krihet sa këtu në Hong Kong, e në Londër, e në Munich, është Edi Rama. Se kur janë zgjedhjet, këtë do ta caktoj populli. Ndërkaq nga Partia Demokratike, deputeti Luciano Boçi tha se kryeministri Edi Rama mbetet frymëzuesi i kërcënimeve dhe shantazheve që i bën media sa herë që publikohen skandalet e tij dhe ato të ministrave të tij. Edi Rama, i cili mbetet frymëzuesi i kërcënimeve, shantazheve që i bën vazhdimisht medias, sa herë që publikohen skandalet e tij dhe sa herë publikohen skandalet e ministrave të tij. Partia Demokratike dënon me ashpërsinë më të madhe këtë sulm ndaj medias, ndaj fjalës së lirë. Ne i bëjmë thirrje prokurorisë të nisë hetimin për kërcënimin që është bërë gazetarëve për këtë akt të rëndë ndaj lirisë së shprehjes. Kreu i Kuvendit Ilir Meta ka zhvilluar në SBA takime me zyrtar të lartë të Bankës Botërore për Europën dhe Ballkanin. Meta theksoi se sektorët më të ndjeshëm të ekonomisë kanë nevojë për reforma të thella, ndërsa tha se qeveria po merr masat për të adresuar problemet e evidentuara në raportin Doing Business, ku vendi ynë shënoi rënje me 35 vende. Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vazhdon vizitën disa ditore, kreu i Kuvendit Ilir Meta thekson nevojën për thellimin e reformave në sektorët më të ndjeshëm të ekonomisë së vendit. Në takimin me zëvendës presidentin e Bankës Botërore për Evropën Qendrore dhe rajonin e Azisë, Cyril Müller, biseda u përqendrua te ecuria e projekteve ekzistuese në fusha si ujësillës, kanalizime, transporti, energjia dhe të tjerë. Meta vlerësoi bashkëpunimin që ekziston midis institucionit të Kuvendit dhe Bankës Botërore, duke u ndalur veçanërisht tek projektet e kësaj të fundit, për parlamentet sa i përket rritjes së transparencës, llogaridhënies dhe bashkëpunimit me publikun. Ndërkaq, në takimin me drejtorin ekzekutiv të Bankës Botërore për rajonin, zoti Patricio Pagano, Meta theksoi se qeveria po merr të gjitha masat për të adresuar problemet e evidentuara në të. Meta dhe Pagano diskutuan mbi ecurinë e projekteve të Bankës Botërore në Shqipëri, sa i përket burimeve hidrike, bujqësisë dhe mjedisit, por edhe mbi gjendjen e kredive të këqija në Shqipëri dhe me masat që po ndërmerren për të minimizuar efektet e tyre. Meta dhe Pagano diskutuan mbi çështje si energjia dhe interkonektiviteti dhe mbi mundësinë e bashkëpunimit për të vënë në jetë projekte që lidhen me këto dy fusha. Taksa e truallit në paketën fiskale të vitit të ardhshëm, qeveria në fakt ka parashikuar ndryshim edhe të taksës së pasurisë mbi truallin. Ajo do të paguhet në bazë të kategorizimit që janë bërë qyteteve nga pronarët ose përdoruesit e këtij trulli. Për qytetet e mëdha, taksa do të jetë 5.600 lekë për hektar, ndërsa për qytetet e vogla 1.400 lekë për hektar. Vitin e ardhshëm do të ndryshoj taksa që pronarët apo përdoruesit e truallit do të paguajnë. Në paketën fiskale 2016 që është në diskutim, parashikohet vendosja e taksës së pasurisë mbi truallin në masën 5.600 lekë për hektar, për qytetet e kategorisë së parë, si Tirana, Durrësi, Fieri, Vlora, Elbasani dhe Korça. Ndryshim taksash do të ketë edhe për kategoritë e tjera të qyteteve të ndara sipas ligjit të rregullimit të territorit. Kështu, për qytetet e kategorisë së dytë, taksa do të jetë 4.200 lekë për hektar, për ato të kategorisë së tretë 2.800 lekë për hektar, dhe për kategorinë e katërt, ku futen qytetet si Erseka, përmetje të tjerë, do të paguhet 1.400 lekë për hektar. Ministria e Financave parashikon që nga ky ndryshim ligjor të sigurojë rreth 180 milion lekë bazuar në 50.000 hektar truall. Taksa e pasurisë mbi truallin do të mblidhet nga administrata qendrore, ndërkohë që me përfundimin e kadastrës fiskale ajo do të grumbullohet dhe do të administrohet nga pushteti vendor. Euro ka humbur pikë në tregun ton valutor, duke zbritur në 139.1 lekë, ndërsa dollari është forcuar duke prekur kuotën e 126.4 lekëve. Ekspertët shpjegojnë se kursi po ndikohet nga ecuria e bursave që këto ditë po favorizojnë dollarin në pritje të vendimit nga rezervat federale.
Gjatë kësaj jave, euro është dobësuar ndjeshëm në tregun ton valutor. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, monedha europiane shkëmbet me 139.1 lek, nga rreth 140.2 lek që ishte një javë më parë, ndërsa dollari është forcuar duke prekur nivelin e 126.4 lekëve, nga 124.3 lek që ishte një javë më parë. Ekspertët shpjegojnë se dobësimi i euros është pasojë e ecurit së bursave ndërkombëtare. Në këto të fundit, monedha europiane ka humbur pikë duke u shkëmbyer me 1.1 dollar. Tregjet ndërkombëtare janë në pritje të një vendimi nga rezervat federale për forcimin e mundshëm të dollarit dhe kjo ka ndikuar në rritjen e kuotave të monedhës së gjelbërt, ndërkohë që në tregun e brendshëm nuk ka pasur zhvillime që të ndikojnë ecurinë e kursit të këmbimit. Një euro e dobët ndihmon të gjithë ata që kanë kredi në këtë monedhë, pasi do të paguajnë më pak për këstet mujor. Gjithashtu edhe importet vinë me kosto të ulët, çka paralajmëron ulje të çmimeve në treg nëse kjo situatë zgjat në kohë. Përfitime ka edhe qeveria, pasi do të paguajnë më pak për interesat e borxhit të jashtëm, ndërsa me humbje dalin eksportuesit, norma e fitimit të së cilëve do të pësojë rënje. $224 viktima dhe asnjë mbijetuar është bilanci i tragjedisë ajrore të shënuar në Egjipt. Një avion rus u rrëzua mbi gadishullin e Sinait vetëm 23 minuta pasi ishte nisur drejt Shën Petersburgut. Fillimisht Shteti Islamik pretendoi rrëzimin e avionit, por autoritetet egjiptiane thanë se bëhet fjalë për një incident. Shumica e viktimave janë rus, ndaj dhe presidenti Vladimir Putin shpalli 1 nëntorin ditëzie. Nuk ka asnjë të mbijetuar nga tragjedia ajrore e regjistruar në Egjipt pas rrëzimit të një avioni rus. 224 personat që udhtonin nga Sharm el Sheikh drejt Shën Petersburgut kanë humbur jetën nga shpërthimi i avionit. Avioni i tipit Airbus A321 u rrëzua në gadishullin e Sinait 23 minuta pasi ishte ngritur nga aeroporti ndërkombëtar i Sharm el Sheikh. Përpasoj, mjeti fluturues ka shpërthyer dhe është ndarë në 2 pjesë. Ndërkaq që autoritetet kanë bërë të ditur se përpara përplasjes, piloti i avionit kishte komunikuar në radio duke lajmëruar një ndryshim në itinerar për shkak të një defekti teknik i cili pritet të sqarohet pas zbulimit të kutive të zeza. Militantët e Shtetit Islamik kanë pretenduar se avioni është rrëzuar prej tyre, por një pojim i tillë është hedhur poshtë menjëherë nga zyrtarët e Egjiptit, të cilët thonë se bëhet fjalë për një aksident. Të gjithë viktimat ishin me kombësi ruse, me përjashtim të 3 pasagjerëve ukrainas. Prej tyre, 63 persona ishin burra, 138 gra dhe 17 ishin fëmijë. Për tragjedin ka reaguar presidenti i Rusisë Vladimir Putin, i cili duke shprehur ngushëllimet për familjet e prekura, ka shpallur datën 1 nëntor ditëzie kombëtare në Rusi, ndërkaq familjarët e pasagjerëve që ndodheshin në bordin e avionit janë mbledhur në aeroportin e Pulkovos, teksa qeveria ka ngritur një qendër për t'i ndihmuar. Ngushëllime për tragjedinë ajrore kanë ardhur nga e gjithë bota. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara i bashkohen dhimbjes së Rusisë në këtë moment të vështirë. Disa refugjat u përpoqën të kalonin barierat mes kufirit sloveno-austriak, por nuk u lejuan nga autoritetet. Në këto kushte, mira refugjat u detyruan të kalojnë natën në temperatura mjaft të ulta, në pritje të vazhdimit të rrugtimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Mira emigrantë janë zgjuar në temperatura mjaft të ulta në kufirin midis Slovenisë dhe Austrisë. Azil kërkuesit po qëndrojnë aktualisht në disa tenda të ngritura nga autoritetet. Një raport zyrtar bën me dije se 3600 refugjat po qëndrojnë në territorin sloven, ndërkohë që rreth 1700 të tjerë ndodhen në anën austriake. Kjo manovër është kryer për të menaxhuar fluksin, pasi asnjë prej emigrantëve nuk është lejuar që të vijojë rrugtimin. Kemi pritur në Sloveni për 2 ditë dhe nuk e dim nëse autoritetet austriake do të na lejojnë që të kalojmë. Po fillon të bëhet shumë ftohtë dhe mira njerëz po vinë çdo ditë. Mbi këtë situatë duhet të merren masa sa më shpejt. Për shkak të rritjes së tensionit, disa azilkërkues kaluan sipër barrierave të hekurta, por hasën në kundërshtinë e forcave policore. Ndërhyrja e tyre solli sërish qetësi në kampet e qëndrimit. Situata vijon të rëndohet teksa qindra refugjat vijnë pas çdo ore, por ende nuk ka një komunikim zyrtar se kur do fillojë lejimi i kalimit të tyre. News prej disa ditësh kanë ndërmarrë një nisëm sensibilizuese pas alarmeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për rrezikun që u vjen qytetarëve nga mishi i përpunuar dhe ai i kuq. Reagimi i institucioneve ka mbështetur alarmin e OBSH-s, ndërkohë që ekspertët rendisin sugjerimet për konsumimin e këtyre produkteve, me të cilat kur teprohet në sasi shfaqin rrezikun e prekjes nga kanceri.
Alarmi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë së Mishi përpunuar është një ndër shkaktarët e kancerit ka nxitur një reagim zinxhir të institucioneve në Tiranë. Ora News duke dashur të sensibilizojë qytetarët për këtë alarm të dhënë nga OBSH, ju drejtua Institutit të Shëndetit Publik, drejtues të së cilës konfirmuan shqetësimin dhe thanë se përdorimi pa kriteri mishit të përpunuar dhe atij të kuq sjell sëmundje kancerogjene. Nuk ka nevojë për të konsumuar më shumë mish të kuq për shkak sa 2 herë në javë. Ky mesazh ka lidhje sidomos me kancerin e zorës trash, por është parë në shumë studime që edhe për kanceret të tjera, përfshirë këtu kancerin e prostatës, kancerin e gjirit, kancerin e pankrahasit në disa raste. Ndërkaq drejtori e sigurisë ushqimore pranë SHP-s, Jolanda Hysa, thotë se ky raport i OBSH-s ka nxitur struktura të ngrenë një grup pune që të analizojë situatën në vendin tonë. Kam përshtypjen që nuk do të kërkoj vetëm ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik, por edhe ekspertë të tjerë të cilët do të japin kontributin e tyre për një vlerësim sa më objektiv të riskut. Nëse këto produkte konsumohen në sasi të mëdha, sa më shumë të konsumohen, aq më shumë rritet edhe risku për kancer. Ndërkohë Ora News pyeti dhe qytetarët, të cilët thonë se ndihen të pasigurt për produktet që konsumojnë. Jam jo konsumator i madh i mishit, sepse jo mundësi ekonomike, por frika prej afërsisht 2 dekadash që kemi pas për ta konsumuar mishin, sepse më kujton një shprehje të Bismarckut. Ai që prodhon ligjë dhe sallam vetë nuk i han. Jo, sallamin absolutisht kur. As qenë të qoftet me mish, derje, me ashtu, absolutisht, jo. Më pak Jeni fiksuar për shëndetin e fëmijës? Normale që po. Kur jemi me këtë bost, kemi qatë dhe. Ta harxojmë pak mish edhe salam. Pavarësisht se ato kanë proteina, kanë kështu, po ne plejt tani çik më pak. Mjekët shpjeguan për Ora News efektet që ka mishi i kuq dhe i përpunuar dhe sa është rreziku potencial për të prekur nga kanceri. Shkakton mishi i përpunuar kancer të zorës së trash? Po. Është vërtetuar që shkakton. Por a do shkaktoj ai kancer tek ju personalisht? Probabilisht jo. Sepse risku është 1% e ulët, shkon diku te 5-6%. Mesazhi nga të gjitha institucionet është i qartë: reduktoni konsumimin e mishit të përpunuar. Projekt ligji i hartuar nga Ministria e Brendshme që parashikon vendosjen e kamerave të sigurisë në ambientet publike përbën rrezik për të dhënat personale dhe privatësinë e individëve. Ky është konkluzionit që nxjerrin ekspertët, të cilët mendojnë se zbatimi i tij mund të kthehet në një formë shantazhi nëse nuk bëhen rregullimet e nevojshme. Ai detyron bizneset me të ardhura mbi 10 milion lekë në vit, si dhe mjetet e transportit që mbartin më shumë se 50 klientë, institucionet publike si kopshtet apo shkollat që të vendosin kamera sigurie. Në njësit dhe bizneset në Shqipëri që ushtrojnë aktivitetin gjatë natës dhe vetëm gjatë natës, të ketë me detyrim masat shtura sigurie, siç mund të jenë kamerat e sigurisë. Kjo nuk cënon privatësinë e askujt. Por ndryshe nga sa pretendon ministri i Brendshëm Samir Tahiri për ekspertët, projekt ligji për sigurinë publike që detyron të pajisen me kamera çdo pallat, shkolla dhe mjetet e transportit publik, cënon privatësinë e individëve. Në një intervistë për Ora News, kriminologu Fabian Zhilla ngre shqetësimin se ky projekt ligj në vend që të mbrojë privatësinë, mund ta ekspozojë atë aq sa për ta kthyer në një objekt shantazhi. Duhet trajnuar, pra duhet shoqëruar patjetër me masa të cilat informojnë shoqërinë për drejtat e tyre, sepse mund të kthehet fare lehtë në mjet shantazhi dhe mund të kthehet fare lehtë duke pasur parasysh që konteksti shqiptar është problematik. Për zhvillon entiteti projekt ligjit që ngarkon administratorët e ndërtesave të banimit të marrin masa shtesigurie, ka një tjetër vakum të madh ligjor. Kush do të merret me mirëmbajtjen e tyre, sepse nëse do t'ja kushtëzosh shumë, po flas tani po themi për kujdestarin e pallatit, kush do t'i paguajë, ndërkohë që ne e dimë që qendrat e banimit kanë probleme dhe për gjëra banale në pallat, për pastrimin e pallatit dhe me radhë. Dhe nga ana tjetër, ligji i cili specifikon ligji për mbrojtjen e dhënave personale i jep të drejtë dikujt të cilit janë keq përdorur dhënat e tij personale të shkojnë gjykatë ta hedhin gjyq. Këtë do hedhë kujdestarin e pallatit. Nga ana e tyre banorët e kanë përqafuar nismën e Ministrisë së Brendshme. Ata e shohin si një formë që garanton sigurinë dhe rendin e afërsitë të banesave të tyre, por nuk shprehen aq optimist për kamerat, që do të survejojnë 24 orë në 24 banesat e tyre. Drafti i hartuar nga Ministria e Punëve të Brendshme, i cili pritet t'i kalojë kuvendit për shqyrtim, do të detyrojë bizneset që rezultojnë me të ardhura mbi 10 milion lekë në vit të vendosin kamera sigurie. Po ashtu kamera sigurie do të kenë edhe taksit, autobusët, lokalet që mbartin më shumë se 50 klientë, institucionet publike si kopshtet apo edhe shkollat.
Në një takim me qytetarët, kryebashkiaku i Durrësit deklaroi se është me rëndësi për zhvillimin e zonës së dhënia me koncesion e zonës së lirë ekonomike të Spitalës. Dako pohoi se në garë janë 2 kompani kineze. Kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako e ka cilësuar të një rëndësie të veçantë zhvillimin e zonës së lirë ekonomike në Spital, për të cilën thotë se janë në garë për tenderin 2 kompani kineze. Sipas tij, investimi do sjellë shumë përfitime për banorët e zonës. Është hapur një garë re dhe unë jam ndjenin atë që dini dhe ju nëpërmjet shtypit që një kompani kineze ka dhënë. Për mua është e rëndësishme si kryetar bashkie të bëhet. Është e rëndësishme të bëhet. Në qoftë autonomia lokale vjen, ne nuk japim leje për zonë të lirë. Ne japim leje ndërtimi. Për leje ndërtimi atëherë për mua është e rëndësishme që dikush të bëjë zonën. Se ka emrin turk, kinez, gjerman, shqiptar. Dako pohoi se pushteti vendor ka një kontradikt me atë qendror, pasi qytetet e mëdha si Durrësi penalizohen më tepër nga të ardhurat që nuk i kthen qeverisja qendrore. Qofse Bashkia e Durrësit, biznesi i këtij qyteti i jep qeverisë $10 milion, 1% e kësaj ti kanonte Bashkisë Durrësit. Asaj të fjerë me radhë. Do penalizoheshin bashkitë e vogla, bashkitë që nuk janë qytete shumë të zhvilluara, por realisht edhe qytetet e mëdha kanë më tepër nevojë, përderisa kontribuojnë më shumë, duhet marrin edhe më shumë. Në forumin pushteti vendor dhe vendimarrja, Dako njoftoi se bashkia e drejtuar prej tij do ul taksën e pronës me 30%. Punonjësit e një fabrike pranë uzinës Dinamo në Tiranë humbën ditën e punës para dyreve të fabrikës në pritje për të hyrë në punë. Kjo fabrikë mbylli dyrë sot pas vendimit të bashkisë për sekuestro. Pronari nuk ka paguar taksën e pronës, ndërsa Qeramarsi është ai që ka ndërtuar fabrikën aty dhe që në rastin konkret i drejtohet bashkisë për një zgjidhje, pasi ai nuk ka asnjë lidhje në këtë mes dhe se detyrimet e veta i ka shlyerë të gjitha. Rreth 450 punonjës të një firme private për prodhimin e këpucëve rrezikojnë të mbeten pa punë. Shkak është bërë vendimi i Bashkisë së Tiranës për të sekuestruar magazinën, ku ngrihet ky biznes pasi pronari nuk ka paguar prej më shumë se 5 vitesh taksën e pronës. Drejtuesi i firmës, i cili ka marrë me qira objektin e bllokuar, kërkon nga bashkia të gjejë një zgjidhje me pronarin e magazinës i cili është debitor dhe të mos pengohet puna në fabrikë. Kam shkuar 2 herë për të komunikuar me zotëritë e bashkisë, i kam kërkuar që të jepet një zgjidhje ose të më japin një numër llogarie, të më japin një dokument ligjor, që atë që s'kan përkëpu këto zotërit ta paguajnë, në vend që t'ia jap qiran zotërisë, t'ia kaloj bashkisë. Unë këtë zgjidhje po kërkoj të paktën që edhe punëtorët dhe neve bashkë me punëtorët ty vazhdojmë punën. Kanë qenë dhe punonjësit e firmës të cilët kanë apeluar ndaj kryebashkiakut Erion Velia i përgjetjen e një zgjidhje, pasi siç shprehen ata, punën në fabrike kanë burimin e vetëm të ardhurave. Ku do hangta? Janë gjithë kryefamiljar. Kush do na i paguaj ditën e punës? Kush do na paguaj në vazhdim? Nëse nuk merren vesh me të zotin e tokës. Ne kërkojmë një zgjidhje sa më të shpejt. Unë mbyll firma, unë do shkojmë shtëpi, i kam lënë 2 fëmijë atje, atë duan të hanë. Nuk e dim se çfarë do bëj. Duan të hanë, unë me këtë punë jetoj. Nuk jetohet me ndihmë ekonomike për 33.000 lekë apo sa po më japin ato bashkisë mu. Partitë e vogla të majta dhe të djatha kundërshtojnë kodin zgjedhor me prim, ide e qarkulluar së fundmi, duke cilësuar si shkatrim të zgjedhjeve. Ata kanë kërkuar nga 2 partitë kryesore politike, socialistët dhe demokratët, që të ndërhyjnë në kodin zgjedhor duke propozuar korrektimin në nivel kombëtar të votave. Në një kohë kur krahët e ndryshëm politik kanë artikuluar ide të para për ndërhyrjet në kodin zgjedhor, partitë e vogla kanë kërkuar që sistemit aktual të shtohet korrektimi kombëtar. Sipas kreut të Partisë Social-Demokrate Skënder Gjinushi, me kodin aktual qytetarët që besojnë në platformën e partive të vogla mbetën pa përfaqësim. Së pari duhet futur korrektimi kombëtar për një përfaqësim sa më të drejtë dhe për mos deformim, ndërsa pastaj a do jepet një avantazh një partie për të konsoliduar që sidoqoftë koalicioni të ketë një shtyllë të parë, kjo është për të diskutuar vetëm në kushtet në rast se futet dhe korrektimi kombëtar. Por sa i pranueshëm, mund të jetë për Shqipërinë një kod zgjedhor me prim, që nënkupton se partia fituese merr si bonus për të qeverisur një numër të caktuar deputetësh. Për Social-Demokratin Gjinushi, ky do ishte shkatrimi i zgjedhjeve. Prima, shembull, është një deformim i pastër vote, është një bonus që jepet partive, Italia ka qenë në ekstrem fare, por nuk ja ka parë ajrin, nuk zgjidhin gjë, se stabilizojnë të keqen qoftë se ai që fiton nuk afron demokracinë e dur.
Partitë e vogla të majta të djathta kanë vendosur që të mbledhin në mënyrë të vazhdueshme një tryezë për të diskutuar mbi sistemin zgjedhor dhe administrimin e procesit. Të bëjmë një kod për të qenë. Ndrojmë në zhvillimet politike, por zhvendosemi tani në Kosovë. Liderët e opozitës në Kosovë janë penguar për të dorëzuar disa dosje në të cilat shkruaj peticion. Pas përplasjes me rojat e sigurisë, përfaqësuesit e opozitës arritën të hynin në ambientet e kuvendit dhe dorëzuan peticionin kundër marrëveshjeve të firmosura me Serbinë. Ka qenë kjo mënyra që përdori kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për të futur në parlament disa dosje me peticione. Forcat opozitare thonë se kanë mbledhur afro 203.000 firma të qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e firmosura me Serbinë dhe Malin e Zi. Pas incidentit, ish kryeministri i Kosovës është shprehur se këto dokumente nuk mund të klasifikohen si një material i palejueshëm në kuvend, pasi shprehin mendimin e popullit. Nuk kualifikohet ky material si i rrezikshëm apo si i palejuar hyn parlament, sepse janë nënshkrimet e qytetarëve, janë letra, material pune. Pas incidentit, krerët e 3 partive politike opozitare kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për shtyp. Kryetari i partisë Nisma, Fatmir Limaj, ka deklaruar se peticioni do të dërgohet në zyrat e komunitetit ndërkombëtar në Bruksel. Ndërkohë kryetari i vetëvendosjes, Visar Ymeri, tha se firmat e qytetarëve tregojnë qartësisht se qeveria i ka marrë vendimet në bazë të interesave personale. Nga radhët e qeverisë mbi veprimin e Ramush Haradinajt ka reaguar nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri. Ai është shprehur se opozita duhet t'i jap fund gjuhës së degraduar dhe se institucionet shtetërore duhen respektuar. Në Turqi mbajnë nesër zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Duke folur në prag të procesit, presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan tha se policia turke ka goditur grupe terroriste dhe ka vrarë më shumë se 2.000 ekstremistë. Forcat e sigurisë turke kanë arrestuar disa persona me 7 kg eksploziv teksa po përpiqeshin të udhëtonin drejt Sirisë. Lajmi është bërititur nga presidenti i vendit Recep Tayyip Erdogan, i cili tha se të dyshuarit kishin planifikuar të kryenin sulme kamikaze. Edhe sot u kapën kamikaz me 7 kg eksploziv ndërsa po kalonin në Siri, deklaroi Erdogan në një transmetim të drejt për drejt të televizionit A Haber. Një ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Turqi, Erdogan tha gjithashtu se forcat turke kishin vrarë 2.000 militantë në operacionet e fundit të sigurisë brenda dhe jashtë vendit. Forcat armatosura turke janë jashtëzakonisht vigjilente për këtë çështje. Shifrat që dhash janë reale dhe të raportuara nga forcat tona në terren, por sigurisht ne mbledhim informacione dhe nga sulmet me drone dhe sipas këtij informacioni, më shumë se 2.000 terroristë janë vrarë, deklaroi ai. Turqia ende i ka plagët e hapura pas 2 sulmeve të ndodhura më 10 tetor në Ankara, ku më shumë se 100 persona humbën jetën. Prokurorët vendas thanë se kanë prova të forta që pas sulmeve tragjike fshihet një celulë e Shtetit Islamik me bazë në juglindje të vendit, posaçërisht në qytetin Gaziantep. Sipas prokurorëve, celula terroriste kërkon që publiku të besojë se sulmet u kryen nga qeveria, pasi pjesa më e madhe e viktimave ishin kurd. Turqia vijon sulmet kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe gjithashtu kundër militantëve kurd në veri të Irakut. Në Korçë ka nisur punimet për restaurimin e shtëpisë muzeet Vangjush Mios. Banesa Monument Kulture e kategorisë së parë e pikturit të popullit është një nga më të vizituarat në qytetin e Korçës, ndonse ishte degraduar duke rrezikuar edhe shembjen. Në shtëpinë muze të piktorit të popullit Vangjush Mio kanë filluar punimet restauruese për ta shpëtuar ndërtesën karakteristike nga degradimi i plot. Fal fondit 1.8 milion lek, Drejtoria e Monumenteve të Kulturës në Korçë ka nisur ndërhyrjen duke kryer riparimin e çatisë dhe të murave anësore që kishin pësuar çarje. Punimet në këtë monument kulture të kategorisë së parë pritet të përfundohen pas 2 javësh. Jemi duke kryer punime mirëmbajtje dhe punime restaurimi në fasadën e saj dhe në shtresën mbuluese të saj. Punimet konsistojnë në kompleti injektimin dhe fugatimin e murit ygorit, i cili ka pasur dëmtime të shumta dhe çedime dhe dëmtime të shumta. Gjithashtu në fasadën në ballinën e fasadës që është në eklen kryesore, në shtresën mbuluese dhe në brendësi të tij disa trajtime me elemente antimole për të evituar dëmtimin dhe degradimin e mëtejshëm të elementeve të drurit. Banesa Muzej Piktorit të Popullit Vangjush Mio është një ndër më të vizituar në qytetin e Korçës, por pamja jashtme e saj lë për të dëshiruar, ndërkohë që ndërtesa rrezikon dhe shembjer nga çarja e mureve dhe dëmtimi i trarëve mbajtës.
Ka startuar java 9 e kampionatit të futbollit me Korçarët që rikthehen tek fitoria përballë Flamurtarit pa trajnerin Levi në pankinë. Bylis arrin fitoren e parë në superiore, ndërkohë Tërbuni bën surprizën duke ndalur Laçin me rezultatin 1-1. Ka startuar java 9 e kampionatit futbollit me Korçarët që rikthehen te fitoria përballë Flamurtarit Vlorës pa trajnerin Levi në pankinë. Me gjithë rastet e shumta të krijuar në pjesën e parë, portieri Alilaj ishte heroi i blonjatëve, të cilët kishin ardhur në Korçë me 1001 probleme dhe me kryesoren pa trajnerin Lev në pankinë. Gjithsesi, pjesa e parë mbyllet me rezultatin 0-0. Skënderbeu e nis me të njëjtën ritëm pjesën e dytë dhe në minutën e 53 fiton një 11 metrash, i cili do të diskutohet. Ekzekutimin e merr përsipër Sali, i cili me gjaktësi ka realizuar golin e parë për Korçarët. Ndërkohë në frymarrjet e fundit të ndeshjes, nigeriani Peter Olainka merr një shërbim tabaka dhe shënon në portën e boshatisur. Përfundimisht 2-0 për Korçarët, të cilët rikthehen te fitoria. Surpriza e javës ishte barazimi i Tërbunit me Laçin në Puk. Miqt ishin të parët që shënuan në minutën e 40 me autor Krujen, ndërkohë që 4 minuta më pas, Tërbuni vendos ekuilibrin me një gol të shënuar nga futbollisti Drami. Dhe me gjithë rastet e krijuara, kështu përfundoni gjithë takimi. Për vendasit, kjo ishte një pikë shumë e rëndësishme e fituar. Aq më tepër që në pankinë kishin italianin Gargano, duke treguar një fytyrë të re me një futboll luftarak. Ndërkohë në Ballsh, skuadra e Bylisit ka arritur fitoren e parë në kampionat përballë Shkodranëve me rezultatin 3-1. Golin premier takimit e shënoi Muçaj në minutën e 13, ndërkohë në minutën e 34 Shtubina barazon për Vllaznin, duke mbyllur pjesën e parë me rezultatin 1-1. Në pjesën e dytë Bylis këmbgul më shumë, luan më mirë futboll dhe në minutën e 79 gjen rrjetën me anë të Pepës. Por loja nuk përfundon këtu. Në frymarrjet e fundit të takimit, Bylis e çon në 3 numrin e golave me autor Shmerin. Ndeshjet e tjera të kësaj jave janë Teuta Partizani dhe Tirana Kuksi.